Dhe sinqerisht ta them, të njëjtat probleme i shef dhe atje. Ata ankohen më shumë se ne. Biles ata thonë që Shqipëria po merr një zhvillim të jashtëzakonshëm, ju harroni vetëm një gjë, që në kohën ti duhet ta dish mirë se nuk e qenë atë kohë drejtor, po ka qenë shumë më vonë. Greqia ka bërë një pakt, e ka futur Shqipërinë në xhepin e saj. Dhe çfarë turistësh lë, domethënë, andej jugu i Greqisë, si bie, domethënë, veriu i Greqisë do i merr jugu jon. Në atë kohë, domethënë ku kam qenë pak në 2005, jo kur keni qenë ju sinqerisht. Një periudhë gjatë ka qenë kështu dhe ja u them absolutisht se mbaj mend që edhe Avramopoulos tha fitore nuk është që bëmë Egnatian. Problemi është që nuk e mori fqinj, pra kjo luftë dihet tashmë. Çështja është që një luftë përballohet vetëm me një luftë të tillë. Ne vim nga turisti i Greqisë që ka qenë, mos të them se si ka qenë, ku çdo gjë bëj, domethënë gjithë taksigjinët ishin hajdut me çizme, falimentuan. Të gjithë njerëzit dilnin dhe bënin ato flirtet e famshme. Pra, dhe njerëzit shkonin pra të lloj turizmi. Sinqerisht ta them, problemi është pasaj dal nga dal, fitoi terren. Është mënyra dur për ta normalizuar këtë. Ja, asnjëherë s'është mënyra dur. Sot arrin 5 kroqer në Mykonos dhe njerëzit kanë dalë protest. Thot nuk dalin sa ta harxojnë vetëm një kafe. Pra shqetësime të tilla ka kudo. Çështja Shqipëria në një moment caktuar u bë brand. Dhe ne bëm çmos. U bëm? U bëm, absolutisht po. U bë brand, s'ka rëndësi kjo, se si e mbronti pastaj është punë tjetër. Jo, e ka fjalën e u bëm brand për natyrën, për infrastrukturën, për turizmin, emri është emri pastaj ti fillon për çdo gjë tash vjen. Ke shumë gabim. Po tani unë me turizmin kam ngrënë bukë, shumë vite dhe vazhdoj ha akoma. Edhe unë jetoj me turizmin. Prandaj të lutem, e ke shumë gabim. Pse? Sepse ky lloj turizmi që ti po thua dhe po reklamon, po krijon probleme shumë të mëdha në Shqipëri. Nuk po reklamoj, po... Të lutem, po ma letë, shkatrimi i pejsazheve. Jam shumë dakord. Shkatrimi i pejsazheve nga presioni i numrave, pra shtimi i numrave të njerëzve në mënyrë të pakontrolluar, pra duke provokuar Shqipërinë, hajde, filloi dhe ka një presion shumë të madh në Eksperiment ishte. Po do bësh eksperiment. Po jo nuk do bësh eksperiment. Bërë eksperimentin që këtu vinë 15 milion turistë. Atëherë mblidhe për 3-4 vjet, 5 vjet, nxitoje, bëj ato rezorte që të fillosh të thithësh prapë. Gabimet fillojnë mbajmë shnime këtu. Nuk është puna të çerrim fytyrën tonë, sinqerisht. Po nuk po më le të mbaroj. Dakor, po se ma hoqe fare fillin e bisedës. Ja, ju ndihmoj, ishte duke folur për numrat e turistëve që vinë. Çdo ministër këto 20 vjet e fundit del dhe thotë kanë bërë më shumë njerëz se vitin e kaluar etj. E para është një, ti ke marr, ti ke futur njerëz, po ti shiko çfarë parash të ikin ty në ushqim, në shërbim. Pra ti gjithë ushtimi ti nuk ke bujësi të cilët ti e ndihmon turizmin. Ty gjithë ushqimit vjen nga jashtë. Të gjitha, mall, perime. Po nëse ti nuk pranon investimin, atë si do të vi bujësia, si do të punoj ajo ushtria mbrapa, sepse unë sot kam bërë këtë analizë. Fillova pikërisht nga tokat që ishin djerë, bosh, asnjë gjë. Dhe shkojnë plazh, njerëzit rrinin plazhat me makina, shokulloshin. Dhe ti nëse nuk e lë këtë investimin e madh, të durosh një në fund fare, lëre se kapitalizmi dështon vet, falimenton vet, po pse budallenja njerëz që investojnë miliona, miliarda euro atje. Dolëm ne më të zgjuar tani, do ndalojmë çdo gjë. As i flamingos kishte atje. Asnjë gjë nuk ishte, më njerëzit po them alarmoheshin. Na morën në qafë, thoshin. Se ma ke përmendur 3-4 herë çështën e flamingove. Je kaq gabim sa ti se kupton sa gabim je. Para një herë pyet këta që merren me zogj të dish kur vin flamingo dhe kur ikin.